Shani tash nave që kemi një përvojë jo të mirë për vitin e kaluar dhe një pjesë fatkeqësisht është humbë. Neve nëse nuk tregohemi vigjilentë që të krijojmë institucionet në përputhje me afatet edhe kushtet ligjore dhe kushtetuese, atëherë vërtet vendi do të rrezikon të humbet shumë dhe jo vetëm ajo, por ka shumë procese tjera që duhet ndodhin në vendin tonë, edhe miratimi i buxhetit dhe shumë veprime tjera që duhet ndërmerren. Mirë, tash jemi në një fazë kur kemi procesin e parashkrimit të ankesave nga palë që mund të ankohen e kështu me radhë, dhe duhet që të zgjati pak pjesën e rinumërimit të votave kështu si pjesën e procesit në të nësi. Megjithatë, mund përgjigjem, mund të them që po, do të një vonesë e tillë mund të shkaktojë edhe dëme të tjera. Sa përket marrëveshjeve, ato duhet procedohen sa më shpejt të mundur për miratim në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Do në pres që aty nuk do të ketë pozitë dhe opozitë, sepse ato i duan vendit, i duan shoqërisë tonë, ekonomisë tonë dhe shumë radhë, i duan proceseve integruese të vendit tonë shumë, ndërsa veprimet të tjera natyrisht qeveria duhet të veprojë në momentin e parë që të është të votohet, të merr mandatin e plot nga kuvendi, të ecën përpara që ato të procedojë sa më shpejt, pra të bëjë përgatitje konkrete për Kuvendin e Kosovës që të ecë tutje. Nëse s'gaboj, ju kujtohet në legislaturën e fundit ka pas pjesëmirit në marrëveshje kanë qenë gati për të proceduar në kuvend, por fatkeqësisht ndodhi ajo që ndodhi edhe para zgjedhjeve të vitit 2025, se të shkurt nuk mbrin për të votuar, por që natyrisht është një punë që duhet të kryhet dhe unë besoj me një punë, me një, si me thonë, me një qasje shumë të shpejtë dhe pragmatike të mbyllen sa më shpejt që të mundur. Po kjo është vetëm njëri prej epizodeve sa i përket humbjeve ndërkombëtare të shtetit të Kosovës, prej se vendi ndodhet në blokad prej shkurtit të vitit të kaluar deri më sot. Do është pa precedent që në një kohë kur më shumë se asnjëherë tjetër Kosovës i nevojitet një infuzion financiar për shkak të krizës ekonomike me cilën po ballafaqohemi, ne të mos arrijmë që të kemi qasjen në fundet e Ballkanit, në fundet e Brukselit për Ballkanin perëndimor sa i përket pakos zhvillimit ekonomik. Kjo është vonesë e agjendës integruese, sepse këto fonde jipen me qëllim të përmirësimit të infrastrukturës së përgjithshme ekonomike, ligjore e tjerë në drejtim të parafrimit jo vetëm të Kosovës, por në përgjithësi për rajonin e Ballkanit sa i përket proceseve integruese me qëllim që të shmanget ndikimi i aktorëve të tjerë gjeopolitikë që janë armiqësor ndaj Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës me theks të veçantë Kinës dhe Rusisë. Në këtë drejtim fatkeqësisht Kosova me lojrat e saj të brendshme politike duke mbajtur peng shtetin e Kosovës në mënyrë të vetëdijshme apo të pavetëdijshme, po i shërben kësaj agjende që është anti-evropiane në raport me shtetin e Kosovës dhe agjendën integruese. Pra kjo është njëri prej gabimeve fatale, më shumë se sa edhe të këto fonde në një farë mënyrë, mbajtja peng e shtetit në këtë drejtim i kontribon, do thotë, i kontribon asaj klime politike që të përfitojnë aktorë që janë armiqësor në raport me proceset euro-integruese si të Kosovës ashtu edhe të rajonit.